Cilat janë pasojat e kësaj sëmundje dhe është e rëndësishme që ta dim që një familjar ose dikush në shoqërinë tonë është prekur më herët nga kjo sëmundje dhe të tregojnë për arsye që mos të shpërndahet. Pasojat e sëmundjes janë gjithmonë nëse mjekimi, diagnostikimi dhe mjekimi nuk bëhet me kohë. Për shkak se mundet, nëse është pulmonar, mundet të bëjë damtimin e indit parenkmatozë të mushrive, do të shkaktoj destruksionin mushri, kaverna, dhe ato na i quajmë forma të rënda të tuberkulozit. Për atë, qysh nga pas lufta, në fillim kemi pas forma shumë të rënda të tuberkulozit, sidomos edhe të fëmijët, kemi pas meningjitet tuberkulare, të cilat kanë lënë pasoja mjaft të mëdha, po kemi pasën edhe tuberkulozë të tritshëm, përqindje të madhe të tuberkulozës të tritë, mosha adoleshente. Kurse tani pas 25 viteve nga lufta e fundit, edhe numri i pacientëve aktiv me tuberkulozë nga 1800 raste, tash për këtë vit kemi për vitin 2024 541 raste, po që ka shenja të mira për shkak se është zvogëlu numri shumë të fëmijë, për shembull nga 0 deri 14 vjet, kemi vetëm 3% nga gjithë ky numër i gjëmbashëm, po edhe të moshat adoleshente, moshat e reja, që është po ashtu gati se një përqindje rreth 3% e gjithë numrit të gjithëbashëm. Dhe vazhdimisht tuberkuloza, edhe pse themi se është sëmundje të gjitha moshave, po spostohet në moshat e mesme edhe në moshat e mëdha.